Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në 1+1. Shqiptarët kudo në botë gjatë muajit nëntor festojnë 2 datat më të rëndësishme historike. 22 nëntori, dita e alfabetit shqip, dhe 28 nëntori, dita e flamurit kombëtar. Në Maqedoninë e Veriut, 22 nëntori është fest shtetërore, ndërsa 28 nëntori është një fest më së shumti shpirtërore, njëjtë si në Kosovë. Këto data nuk janë vetëm momente feste, por edhe reflektimi për pozitën dhe statusin e shqiptarëve në vendet ku ata jetojnë. Pikërisht këtë ne sonte do ta diskutojmë statusin aktual të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, nëse ata janë faktor shtetformues dhe faktor kryesor i politikbërjes. Do të flasim edhe për pakun e ligjeve nga agjenda e BE-s, ndryshimet kushtetuese dhe konsensusin politik për miratimin e tyre. Ndërsa përgjigjet më të hollësishme i kërkojmë nga kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranuat ftesën në këto momenti, i themi krye parlamentarit Afrim Gashi. Mirëmbrëma gëzuar festët e nëntorit. Faleminderit. Si u festuan datat historike 22 dhe 28 nëntori dhe sa zbatohet multietniciteti në këtë vend? Spari i uroj gjithë shqiptarët për festën e alfabetit 22 nëntorin dhe për festën e flamurit 28 nëntorin. Mendoj se këto 2 festa, jo vetëm tek shqiptarët e Maqedonisë, po gjithandej festohen mënyrën më të mirë të mundshme, të dinjitetshme, edhe me përkrahjen shtetërore, vetë fakti që 22 nëntori është edhe festë shtetërore, flet edhe për peshën që e kemi si shqiptar këtë vend, kështu që mendoj se me gjitha nishanet, me gjitha simbolikat u shënua 22 nëntori edhe 28 nëntori. Cili është statusi aktuali i shqiptarëve dhe akzojmë sot pozitën e merituar shtetformuese, zotëri Gashi? Për pozitën shtetformuese të shqiptarëve do duhet të flasim kur të ulemi, se nuk është çështje që mund të bisedohet këtu në këmbë. Si mendoni se kur do të miratohet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat? Është një ligj shumë i rëndësishëm, i rëndësishëm që buron si nevojë nga marrëveshja e Ohrit, për fat të keq 23 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, ne nuk kemi pasur ligj, tani për tani ky është përpiluar, e din opinioni se është dërguar në Komisionin e Venecias. Shpresojmë shumë shpejt na vi me sugjerimet, rekomandimet e Komisionit dhe në momentin e parë që do kemi sugjerimet, do ta fusim në procedurë parlamentare. Pse disa ligje kyçet nga agjenda evropiane ende nuk kanë arritur në kuvend? Është çështje dhe pyetje për ata që i përpilojnë. E para propozuesit qeveria, por ndonjëherë ka ligje që janë komplekse dhe që mbaren nga disa ministri, por edhe nga ekspert dhe nga ana tjetër, para se t'i sillen në kuvend ata i dërgojnë edhe për një mendim përfundimtar në Bruksel, kështu që është një proces goxha i komplikuar, po shpresojmë se do t'i arrijmë afatet e paracaktuara. Përveç afateve, si do të arrihet konsensusi mes shumicës parlamentare dhe opozitës për miratimin e tyre? Konsensusi është një çështje shumë e rëndë politik, por është synim i imi, duhet të jetë synim i elitave politike, gjithmonë kur kemi të bëjmë me realizim të një interesi strategjik të vendit, që është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian, dhe unë mendoj se në këtë funksion dhe në relacion me arritjen e këtij qëllimi, besoj me dialog të hapur për kompromise, mendoj që mund të arrihet edhe te konsensusi. A si do t'ja bëj kuvendi me ndryshimet kushtetuese? Çelësin për hapjen e negociatave me Ne jemi gati, presim marrëveshje politike në nivel të qeverive, në nivel të Brukselit. Në momentin e parë që kemi sinjal se ka gatishmëri, numrat për të filluar dhe për të mbaruar procesin e ndryshimeve kushtetuese i kemi, kështu që mendoj se gjithçka është në rregull sa i përket kuvendet dhe procedurave. A është gati edhe VMR DPMN për ndryshimet kushtetuese? Është pyetje për VMR DPMN. Në rregull, ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht rreth gjitha këto. Me kënaqësi. Zotëri Gashi, para se të fillojmë ose të vazhdojmë të flasim për punën e kuvendit, procedurave ligjore, parlamentare në lidhje me atë që e përmendëm pak më parë, do ishte mirë ta nisim këtë çështje që gjithmonë gjallë debate në nëntor dhe në këtë drejtim do të ishte me interes të dim se vlerësimin tuaj për gjendjen aktuale e shqiptarëve, përfaqësimin, barazinë dhe çfarë presin shqiptarët nga institucioni i cili ju fillimisht e drejtoni dhe çfarë të presin nga institucionet tjera. Urdhani.
E para është mirë që për këtë çështje të preokupohemi gjatë tërë vitit, jo vetëm nëntor. Ne nuk duhet të ndjehemi si shqiptar vetëm në nëntor për shkak të festave. Mendoj se angazhimi ynë për kombin, për interesat tona, për interesin e gjeneratave që vinë duhet jetë i përditshëm. Kjo është një detyrë që na përket fillimisht neve politikanëve, po mendoj se është detyrë dhe obligim i gjithë punonjësve në sektorin publik, mediave, intelektualve, profesorve, dhe gjithë njerëzit që mendojnë të ndërtojnë të ardhmen të tyre në këtë vend. Shqiptarët mendoj se kanë një të kaluar të rëndë në këtë vend, të mos shkojmë shumë larg nga e kaluar nga sistemi komunist e mëtej, por vetëm nëse fillojmë nga vitet e 90-ta, e dim se kushtetuta e vitit 91 na vendos në një pozitë mjaft të palakmueshme. Atëherë faktori politik angazhohet për interesa dhe për status politik. Pastaj vjen faza e vitit 2001 dhe marrëveshjes Ohrit. Dhe mendoj se mund të flasim tani për një fazë të tretë të realizimit të interesave të shqiptarëve, ku sfidat, kërkesat dhe interesat e gjeneratave të reja janë krejt tjetër fare. Pikërisht këtu, cili është roli aktuali i shqiptarëve këtu dhe cilat janë të themi sfidat dhe pritëshmëritë reale që ju i drejtoni në kuvend? Shifeni, ka pas, ne kemi ndoshta një problem me të kaluarën konceptual, do kisha thënë, për shkak se kemi qenë gjithmonë të trajtuar nga shteti, nga institucionet shtetërore në mënyrë diskriminuese. Po flasë edhe për sistemin monist edhe vitet e para të pavarësisë Maqedonisë. Dhe pastaj gjithmonë kemi një lloj kërkese se si dikush na trajton. Por mendoj se me zhvillimet e fundit që janë bërë edhe pas marrëveshjes Ohrit, në kohën kur ne kemi ministra, kemi kryetar kuvendi, kur kemi kryetar të komunave, rektor të universiteteve, kur kemi drejtues edhe në televizionin tuaj, redaktore, kryeredaktore kështu me radhë, shumë punë varen prej vetë neve. Mendoj se është koha që ta ndalim, domethënë, këtë punën e vajtimit edhe ankimimit prej tjerëve. Mendoj se kemi hapësirë të mjaftueshme, është një çështje që duhet ne të ndërtojmë një sistem tjetër të vlerave, ku meritokracia, puna, ndershmëria, më i miri duhet të ecë përpara dhe vetëm kështu mund të avancojmë çështjen e përgjithshme të shqiptarëve. Mendoj se partizimi, militantizmi politik, partijak, ka pasur plot gjëra anomali në të kaluarën të cilat e kanë penguar zhvillimin normal të shqiptarëve. Prandaj mendoj se është mirë që kemi një gjenerat të re të politikanëve, një frymë të re, e cila u konfirmua edhe në zgjedhjet parlamentare dhe lokale, dhe mendoj se ne duhet i përgjigjemi kërkesave dhe sfidave të kohës. Tani, nëse kuptova mirë, sa jeni ose nuk jeni të kënaqur nga statusi ose nga zbatimi i multietnicitetit në kushtetut, respektivisht çfarë status aktualisht ma konkretisht gëzojnë shqiptarët tani, a janë shtet formues dhe a janë në mënyrë të barabartë të përfaqësuar në të gjitha institucionet të tregashit? Po, varësisht nga cila perspektivë e shihni, ju e dini se fakti që ne po sjellim ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat pas 23 viteve, kjo flet për nevojën për avancim dhe implementim të barazisë apo të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Kështu që derisa ekziston një nevojë për sjelljen e një ligji, domethënë ka zbrastira ende. Ka rezistencë ende po nga format të ndryshme të politikë bërjes, qoftë nga strukturat politike, partijake, të kaluarës, të tanishme, nga kapricet individuale, nga egot personale, nga nevoja për të pasur gjithmonë pozita udhëheqëse në vend. Demokracia është proces i rotacionit, duhet ta kuptojmë si secili njeri vjen në një pozitë të caktuar, me një kohë të caktuar dhe pastaj duhet ta lëroj vendin dhe të dikuj tjetër. Kur jemi duke folur për barazien e plot gjysore, duke përfshirë edhe përdorimin, kur mund të presim se do të përfshirë edhe përdorimi i gjuhës shqipe në gjitha nivelet e qeverisjes?
Po tash që t'i kthejmë, të përgjigjemi kësaj pyetje, mund t'i rikthehemi edhe statusit të shqiptarëve në kushtetut. Ju e dini se shqiptarët si ka qenë statusi i tyre në kushtetutën e vitit 91 dhe pastaj me marrëveshjen e Ohrit ajo gjoja u avansua në një shkallë, por ne nëse sot e lexojmë kushtetutën mirë dhe drejt, barazia etnike në kushtetut nuk mund të reflektohet. Multietniciteti ekziston në realitetin shoqëror dhe ai reflektohet në jetën e përditshme. Ne mundohemi të bëjmë gjithë qytetarët, elitat politike, intelektuale, shoqërore që të bashkëpunojmë e bashkëveprojmë në funksion të arritjes këtij qëllimi, mirë po unë mendoj se këtij vendi i duhet një kushtetut e cila do të arrihet si rezultat i kompromisit, konsenzusit, dialogut, kërkesave të kohës dhe në funksion të arritjes së qëllimit të antarësimit vendit tonë në Bashkimin Evropian, edhe ashtu ne do duhet të harmonizojmë legjislacionin tonë me Bashkimin Evropian. Mendoj se në këtë proces do të ishte shumë e mençur që elitat politike intelektuale ta trajtojnë edhe temën se si ne e projektojmë shtetin në 100 vitet e ardhme. Po, në pikërisht në këtë drejtim do doja të lidhem se zotri Gashi me simbolet shtetërore, himni, stema, flamuri, ai pasqyron shqiptarët si popull shtetformues aktualisht dhe apo mendoni se ndoshta në një të ardhme kur jeni duke përmendur kushtetutën se do duhet të bëhen ndryshime për të arritur barazinë e plot etnike, jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithë. Po pikërisht, domethënë ne duhet merremi vesh se çfarë shteti dhe çfarë koncepte të shtetit ndërtojmë. Në botë, apo sidomos në demokracitë më të avancuara, ka kryesisht dy sisteme të rregullimit të sistemeve politike. Njëri i cili bazohet në kombet shtete dhe tjetri model është shtetet të cilat bazohen në ndërtimin e identiteteve mbietnike, që janë shtetet qytetare e kështu me radhë. Mendoj se ne duhet të ulemi dhe të merremi vesh Maqedoninë e Veriut tash në vitin 2025 edhe në vitin 2125 si duam ta shohim të zhvilluar, si mendojmë se mund ta reflektojmë realitetin shoqëror, duke e ditur se cilat janë realitetet etnike në këtë vend, por edhe kërkesat, dhe mendoj se vetëm kështu mund që secili komunitet, secila etni të ndjehet edhe e përfaqësuar, por jo edhe e kërcënuar. Mendoj se barazin duhet ta kërkojmë duke evituar frikën për dominancë të njërit komunitet mbi tjetrin. Nëse ne kështu i shtrojmë çështjet, jam i bindur se në një tavolinë ku racioja, dëshira për të ardhmen e shtetit dhe për të ardhmen e përbashkët do të jetë kriteri bazë mbi ndërtimin e këtyre parametra, unë jam i bindur se do të projektojmë një shtet i cili do të jetë i dinjitetshëm për të jetuar për gjithë qytetarët. Pra e rumbullaksuar duhet bërë ndryshime edhe te këto tre gjëra simbolet shtetërore. Po unë mendoj se duhet të merremi vesh për konceptin, se simbolet pastaj simbolizojnë, siç edhe vetë fjala tregon, simbolizojnë sistemin politik dhe rregullimin shtetëror. Simbolet shtetërore duhet të përfaqësojnë gjithë qytetarët. Mos më ditë se çfarë shteti po ndërtojmë, pavarësisht cila parti është në pushtet. Si ka mundësi kjo të ndodhë? Me siguri dije se çfarë shtet duhet të ndërtojmë. Po gatishmëria dhe vullneti. Atëherë pse po i parashtroni këto pyetje? Po i parashtroj. Po fakti që i parashtroni pyetje, domethënë ekziston nevojë. Patjetër. Fakti që ne në vitin 2025 po flasim për këto gjëra, është për shkak se në vitin 2001 kemi pasur një konflikt dhe kemi pasur një marrëveshje të Ohrit. Dhe për fat të keq ajo marrëveshje nuk është implementuar deri tani dhe është evituar. Ka pasur rezistencë për ta implementuar drejt. Është imanente kërkesa për barazi. Por këtë duhet ta gjejmë mënyrën se si e ndërtojmë. Sot shteti ndërtohet mbi bazën e kushtetutës dhe sistemit politik që është ndërtuar në vitin 91 dhe marrëveshjen e Ohrit vitin 2001. Domethënë 91-2001. Këto janë dy shtigjet mbi të cilat sot ndërtohet shteti.
por fakti që nuk po performojmë ashtu siç duhet dhe kërkojnë gjeneratat e reja, unë mendoj se na duhet ta fusim veten, shtetin në një trak krejt tjetër, në një shpejtësi krejt tjetër të zhvillimit dhe kjo është zgjidhja më e mirë edhe për neve si shqiptarë, por edhe për gjithë shtetarët. Zotri Gashi, dalë po futemi tani në temën edhe procedurat parlamentare në kuvend, për atë edhe një inicirur më së shumti. Cila është arritja më e madhe e juaj në kryet e kuvendit dhe cilat janë sfidat më të mëdha me të cilën aktualisht po ballafaqoheni? Për arritjet e mia, absolutisht nuk e kam ndërmend të flas. Ato i mbetet opinionit të gjykoj. Unë prej momentit kur jam votuar në kuvend, që t'jem i pari ndër të parët, unë jam deputet, njëri prej 120 deputetve, me detyrën e kryetarit që të udhëheqim me kuvendin, mundohem dhe punoj çdo ditë me përkushtim, me shumë dashuri, ndershëm, mundohem të përfaqësoj njerëzit që më kanë besu, po edhe gjithë shtetarët në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe pas 4 viteve, kur mbarohet mandati, atëherë qytetarët janë ata të cilët gjykojnë dhe do të vlerësojnë. Më vjen keq, por unë asnjëherë nuk jap të drejtë vetes që ta vlerësoj vetveten për arritjet e mia. Kur jemi duke biseduar për sfidat, cila është arsyeja e vërtet për vonesën e disa ligjeve, të themi, reformuese nga agjenda e BE-s në kuvend? Paka shumë e hapëm këtë temë në hyrje të studios. Janë çështje komplekse. Shpesh kërkesat dhe këto ligje të reformuese kanë të bëjnë, kryesisht po flasim për kodin penal, për kodin zgjedhor, flasim për ligje energjetika, flasim për telekomunikime. Janë gjëra që ngërthejnë më shumë sfera. Domethënë ju nuk mund të bëni kod penal nëse nuk i konsultoni ekspertët e fushës jurisprudencës, ekspertët ndërkombëtar. Pastaj ato zgjidhje ligjore duhet t'i çoni në Bruksel që t'i shihni a e keni përpiluar ligjin konform kërkesave që ata e kanë kërkuar. Bëhet fjalë për 12 ligjet pakos për agjendës evropiane, disa prej të cilave e përmendet edhe ju, por do t'ju përmirësoj se nuk ka gatishmëri të themi në ekzekutiv për t'i përshpejtuar ato, jo sepse nuk ka ekspert, por sepse disa prej tyre, tha para pak ditësh kryeministri Mickovski, në mënyrë të drejt për drejt do të prek të themi gjepin e qytetarëve, siç ishte ligji për energjetik. Pra, kjo është arsyeja. Disa ligje, pra çfarë procedurë parlamentare parashikni për këto ligje, normalisht, pasi që do të pranoni në formë zyrtare? Unë po flas pak për procesin paraardhjes kuvend që nuk është fare kompetenca ime as ingerencë ime. Ajo pjesë mbetet të propozuesit të secilit ligj, Ministri Dikaster që e propozon, por po ju flas nga informacionet që i kam në kontakt dhe në komunikim me ta. Mua më intereson momenti kur në arkivin e kuvendit e shoh se një ligj ka ardhur në kuvend. Unë punën e parë që e bëjmë si kabinet dhe si administrat, shohim a është ligji, ai plotson normat juridike dhe a është i rregullt në aspektin juridik dhe pastaj e fusim procedurë parlamentare. Krejt çfarë varet prej meje është që të kujdesem që këto ligje të kenë prioritet. Dhe unë ju kam dhënë prioritet gjithmonë ligjeve të agjendës reformuese dhe ajo çfarë bëj vazhdimisht, sugjeroj edhe në mënyrë publike, që këto ligje të mos propozohen në procedurë të shkurtuar. Ti kemi në procedurë të rregullt dhe shumë qytetarë nuk e dinë, mendojnë se kryesia e kuvendit apo unë si kryetar e vendosi procedurën. Domethënë procedura paracaktohet nga propozuesi. Propozuesi e propozon, kur propozon ligjin e propozon edhe mënyrën se si ai mendon se duhet. Jo rastësisht u pyeta për procedurën. Prandaj unë bëj thirrje që gjithë propozuesit, ministrat, dikasteret e ndryshme që propozojnë ligje në kuvend, sidomos kjo çka të bëjmë me raportin e progresit. Duhet jenë ligje në procedurë të rregullt që të kemi hapësirë për debat, që të fusim ekspertët në procedurë, të bëjmë debate edhe publike brenda kuvendit, që edhe brenda kësaj kohe, edhe ajo është ideja
e ligjit. Do të thënë, çdo ligj i cili propozohet nga qeveria nuk mund të votohet në parlament vetëm ashtu pa ndryshuar asnjë presje. Ideja është që të kyçet edhe ekspertët e fushës, perspektivat e ndryshme edhe politike partijake, për shkak se nga qeveria na vijnë ligjet që kanë të bëjnë me shumicën parlamentare, por në parlament e kemi edhe opozitën, shqiptare maqedonase, edhe prej tyre kemi njerëz që janë ekspertë të fushave të ndryshme dhe ne duhet ta kemi parasysh çdo dimenzion dhe çdo element që ligjit të jetë sa më cilësor kur ne e votojmë. I përmendëm pak shumë edhe kodin zgjedhor dhe kodin penal. Ju e dini se ndryshimet e kodit zgjedhor është një temë dhe dëshire kahmoqshme për të ndryshuar kodin zgjedhor, por sikur është ekzekutivi sikur është para një dileme të madhe, pra të bëj përgatitjen e kodit të ri zgjedhor apo të vazhdojmë me ndryshimet e plotësimet e kodit ekzistues. Zotëri Gashi, cila është zgjidhja më e mirë sipas jush? Ne pikërisht këtë temë kemi biseduar me koordinatorët në koordinimin e fundit të hënën që e kishim, dhe ne u morëm veç që ta bëjmë një grup punues me njëherë brenda kuvendit, por po presim informacion nga qeveria, për shkak se në koordinim gjithmonë kemi përfaqësues nga qeveria në koordinim. Dhe kërkuam prej tij që të na informoj kur pritet dhe në çfarë faze është ligji i ri apo kodi i ri zgjedhor. Nëse është në fazën finale, ne do të ishte më efikase dhe më e shpejt dhe më e lehtë nëse grupi punues do të punonte mbi propozimin e kodit të ri zgjedhor. Sesa ne të merremi me kodin e vjetër, të propozojmë dhe improvizojmë zgjidhje dhe nga ana tjetër na vi pastaj një propozim krejt tjetër dhe mendoj se do të bëjmë punë të dyfisht dhe ndoshta edhe kontradiktore. Në të dyja varianta, sidoqoftë, bëhet fjalë për rekomandimet e OSBE dhe ODIHR-it, të cilat i kanë thënë vazhdimisht. Ato po ne kemi edhe inputet dhe kërkesat e partive politike, të cilat gjatë kësaj kohe, gjatë çdo procesi zgjedhor ne i shohim si anomali dhe mundohemi që të sjellim një kod zgjedhor i cili spaku do të ketë një qëndrueshmëri më të madhe dhe të krijon një stabilitet apo parashikueshmëri në procesin zgjedhor. Mendoj se kjo është një prej parakushteve për zgjedhje fair dhe demokratike. Se secili aktor që futet në zgjedhje duhet t'i di rregullat e lojës. Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme që menjëherë pas zgjedhjeve lokale ne po e hapim këtë temë, që tash e dim se zgjedhjet e rregullta janë në vitin 2028 dhe kemi kohë 2 vite gjysmë. Nëse nuk surprizohemi në ndërkohë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ajo është çështje e vullnetit të partive politike dhe deputetëve. Absolutisht. Sa propozim ligje gjithsej aktualisht zotëri Gashi në kuvent kanë ngecur të bllokuara, të themi, për shkak të mungesës së badinterit apo vullnetit të opozitës? Por nuk ka shumë, mendoj mbi 95% të ligjeve që kanë ardhur në kuvent i kemi kaluar, i kemi votuar. Zakonisht janë problemet të ligjeve që kanë ngecur, janë me 2/3 dhe ku kërkohet badinter i madh. 2-3 ligje që po më kujtojnë tani është ligji për veçëverisi lokale, ku opozita konteston avokati i popullit gjithashtu, që mendoj se është interes i opozitës të ketë shteti avokati i popullit, se zakonisht avokati i popullit ka qenë një zë i cili bën presion shtetit, institucioneve shtetërore dhe në funksion të opozitës, dhe mendoj që duhet t'i hapim këtë tema dhe të gjejmë zgjidhje për të mirën e gjithë qytetarëve. Mendoj se askush nuk ka interes që ligjet që të mbeten të bllokuara në kuvent. Nga 1 deri te 5, si e vlerësoni, në çfarë niveli është bashkëpunimi mes mazhorancës dhe opozitës në kuvent? Po nuk kam qenë profesor asnjëherë, apo si më thon, nuk jam shumë te notat. Ajo çfarë mundohem unë të bëj, mundohem të krijoj një neutralitet në qasjen që e kam sidomos ndaj opozitës. Mendoj se kryetari i kuventit duhet të jetë i barabartë dhe t'ju mundsoj secilës parti politike, sidomos opozitës, që të ketë qasje barabartë dhe të drejtë në gjitha resurset dhe në gjitha procedurat e kuventit. Natyrisht, unë kam komunikim shumë të mirë me gjitha partitë politike, edhe për këtë gjithmonë i falenderoj koordinatorët dhe deputetët, se është një raport reciprok, nuk mund të jetë i njëanshëm, unë mund të kem vullnet dhe dëshirë të komunikoj me ta, po nëse
te ata nuk ka një vullnet atill, nuk do të kishte një bashkëpunim. Mendoj se kryesisht me shumicën e deputetëve kemi raporte shumë të mira, mundohem të kemi një bashkëpunimi mes mazhorancës dhe opozitës. Jo rastësisht u pyeta sepse si planifikoni të mirëtoni këto ligje, si do të arrihet konsensusi mes mazhorancës dhe opozitës, që biseduam në hyrjet e emisionit, për t'i kaluar ligjet reformuese, sidomos ato të cilat duhet badinteri. E para, shumë është me rëndësi që kur opozita, qoftë edhe mazhoranca, kur ulen në tavolinë, është me rëndësi kush i fton dhe a janë të bindur ato për qëllimin e sinqert apo të pasinqert. Kjo është shumë me rëndësi. E dyta, dialogu është domosdoshmëri. Ne duhet të ulemi, të bindemi se e kemi qëllimin e mirë, se nuk bëhet kjo për sherr dhe për inate apo përfitime partijake, dhe pastaj përmes dialogut, përmes diskutimeve, përmes fuqisë argumenteve, mendoj se mund të arrijmë deri tek konsensusi. Çfarë lëvizje të reja mund të presin ose mund të ndodhen deri në fund të këtij viti në lidhje me ndryshimet kushtetuese? Është një temë shumë e nxehtë, është një temë e cila na mundon gjithëve, e cila nuk do të largohet nga agenda dhe prioriteteve, edhe të mia personale, edhe të subjektit prej nga vi, e shqiptarëve, edhe gjithë qytetarëve, edhe dje kryeministri në pyetjet e deputetëve potencoi edhe një herë se askush nuk duhet të ketë dilemë se cila është rruga jonë dhe a po shkojmë drejt Bashkimit Evropian. Mendoj se tash kemi një hapësirë shumë më të mirë, po hapet një hapësirë e re për dialog dhe për intensifikim të dialogut. Në mesin e partive, në mesin e deputetëve, në mesin e... Ju e kam fjalën edhe për raportet mes Maqedonisë, Bullgarisë, Brukselit, ju e keni parë edhe vizitën e kryetarës së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila ishte këtu, kemi ministrin e jashtëm gjerman, kemi një frekuencë të rritur të vizitave, të cilat dërgojnë mesazhe se e duan Maqedoninë e Veriut sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Po sa dërgojmë ne, zotri Gashi, mesazhe se jemi të gatshëm për të bërë ndryshimet kushtetuese me të cilën vendi nis negociatat me Bashkimin Evropian. Ju çfarë nuhatni momentalisht përderisa paralajmërohet se mund të ketë lëvizje të reja brenda në lidhje me ndryshimet kushtetuese brenda këtij muaji? Unë mendoj se ka gatishmëri, ka sinjale pozitive, ka dëshirë dhe vullnet, nuk ka asnjë arsye politike, përveç, si me thanë, deklarimeve publike të partisë në pushtet Vëmërot DPMNE-s, e cila edhe ato qëndrimet e veta i bën publike edhe publikisht dhe ju mund t'i referojni pikërisht atyre qëndrimeve. Garancë se nuk do të përsëriten. Po, mendoj se ne duhet ta kujdesim për procesin. Euroskepticizmi për fat keq po rritet në disa nivele të qytetarëve. Të rinj shpërngulen. Pikërisht dhe kjo ne më shumë jemi në një betejë me kohën se sa jemi me ndonjë proces tjetër, me ndonjë shtet fqinj apo me Brukselin. Kohë nuk kemi hiç dhe ne duhet bëjmë çmos që t'i bëjmë të hapa sa më shpejt, që të mos na ikin të rinj, se për ndryshe do t'i kemi qytetarët në BE, vetë do të mbetemi jashtë BE-s. Jo rastësisht u pyete se cili do të jetë për shembull, cilat do të jenë hapat ose iniciativa A, B, C, nëse mund të zbulojmë këtu nga ana e kryetarit. Megjithatë, mendoj se këto janë çështje që duhet të zhvillohen dhe të realizohen, të përpilohen si strategji në nivelet më të larta politike, të mazhorancës politike, nga ana e kryetarëve, të partnerëve të koalicionit, po flas për VMRO-n, Vlenin, Znamin, si tre përbërës kryesor të mazhorancës. Mendoj se në nivel të liderëve duhet të krijojnë strategji se si duhet të ecet përpara. Në funksion të kryetarit të kuvendit përpiqem që ajo, domethënë, iniciativa për fillimin e procedurës ndryshimeve kushtetuese të vijë një ditë më parë, edhe ta fillojmë me njëherë. Shumë shkurtimisht, kur duhet të arrijnë konkluzionet e Komisionit të Venedikut për propozimin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe kur në aspekt kohor, zotri Gashi, do të mund të themi se nga tani se mund të vendoset në rendite në kuvend për miratim? Ne kemi pasur një vizitë nga Komisioni i Venecias, kanë qenë edhe publike, ata kanë qenë, por ishte fushata zgjedhjeve lokale dhe
E shtyn seancën diçka e shqyrtimit të këtij propozim ligji, diçka për 10 orë është nëse nuk jam gabim. Mendoj se shumë shpejt do të kemi përgjigje prej tyre, edhe në momentin që do të kemi rekomandimet, ne s'kemi çka presim me njerë e fusim në procedurë parlamentare dhe ky ligj do të jetë një prej prioriteteve tona. Çfarë risi shumë shkurtimisht përfshin ky projekt ligj dhe a do të garantoj përfaqësim të drejtë dhe adekuat pa lënë asnjë boshlluk për të interpretuar ose mos zbatuar? E para duhet ta kuptojmë një gjë. Nuk kemi pasur ligj prej vitit 2002 deri vitin 2025 kur po flasim, ligj nuk kemi pas. Prej vitit 2002 deri vitin 2015 s'ka pas asnjë mekanizëm, ka ekzistuar vetëm një vullnet politik i cili ka funksionuar siç ka funksionuar. Dhe pastaj kemi pasur një mekanizëm, një procedurë apo një mjet për softverik që e kemi quajtur balancuesin, i cili në fakt dhe për fat të keq e ka ndalur përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nëse i shihni shifrat, prej 2007 deri 2015 prej kur ka të dhëna zyrtare, rritja e përfaqësimit të shqiptarëve ka qenë gjithmonë në ngritje, dhe prej 2007 deri 2015 dikun 8% ka qenë ngritja, ndërsa prej vitit 2015, kur ka filluar të implementohet balancuesi, deri vitin 2022 kemi vetëm një presje 8% ngritje. Do të thonë kemi ngecje shumë të madhe dhe jo rastësisht edhe qeveria e kaluar në një seancë të qeverisë pati sjell vendim që ky mekanizëm të largohet, pastaj ra edhe në gjykatë kushtetuese, por ajo nuk kishte të bëj fare me agjendën tonë për shkak se ne e kishim paralajmëruar dhe në programin tonë politik se shtetit i duhet ligj. Dhe po vite përgjigje. Domethënë, duhet ta kuptojmë se po e ngrisim nivelin e përfaqësimit drejt dhe adekuat në nivelin që është dashur të bëhet, domethënë në nivel të ligjit. Ligji mendoj se do të jetë i mirë. Ende nuk e kam parë, gjithë do ta shohim kur do të propozohet në barë. Po jam i bindur se ka pas grup punues, kemi pas ekspertë që kanë punuar në atë ligj. Ligjet mund edhe përmirësohen, mund të pas një viti, 2 vite mund të shohim se ka ndonjë anomali, mund ta ndryshojmë çdo herë. Por kur keni ligj, e keni ngritur çështjen në nivelin më të lartë mundshëm për ta realizuar një çështje. Prandaj mendoj se është shumë e rëndësishme të mos e minimizojmë, të mos bëhemi nihilist, po duhet ta pranojmë se po bëhet një arritje shumë e madhe dhe se ky parim i marrëveshjes së Ohrit përfundimisht vitin 2025 apo 2026 do të kthehet në formë të ligjit dhe ky parim kushtetues më do të fillojë të implementohet përmes ligjit. Zotri Gashi, jemi pak të kufizuar me kohën, ndërkohë unë dëshiroj që të diskutojmë në lidhje me komisionet anketuese, të cilat kohëve të fundit jeni të bombarduar, nëse mund të themi, me iniciativa të ndryshme. Pse Zotri Gashi, Partia e Majtë dhe LSDM-ju akuzojnë se kinse ju po e pengoni iniciativat e tyre për themelimin e komisionit për anketues për rastin tragjik në Koçan? Në asnjë mënyrë, ku rast një iniciativë nuk kam bllokuar, unë përveç para tyre në koordinim që e kam shpjeguar se pse duhet ta kthej procedurën, e kam njëjtën gjë e kam bërë. Pati vërtet gabime në iniciativat e tyre të maheret të dorëzuara, apo thjesht ishte, tani po e supozojmë falë që ndërhyna, por apo thjesht ishte një përllogaritje kohore, të themi nga ana juaj për t'i dhënë kohë BMRDPMN-s Vleni. Ka qenë gabim shumë substancial përmbajtësor, se ne nuk kemi drejt të futemi në procedurat apo në përmbajtjen e secilës iniciativë. Neve na duhet ta shohim a është iniciativa që propozohet deri te ne, a është konform ligjeve dhe ata thirren në kushtetut dhe në nenin e rregullorës 124 pikën 5. Dhe pikërisht e kanë thyer atë nen. Dhe ne nuk mund ta pranojmë kur thehet nenin cilin ata vetë thirren. Dhe unë u shpjegova, ata shumë mirë din dhe brenda ditës ata e kanë përmirësuar. Domethënë fakti që e kanë përmirësuar, e kanë bërë ashtu siç e kërkon rregulloria, domethënë nuk ka të bëj fare me këtë, se si keni dhënë kohë BMRDPMN-s, Partia e Dije dhe të themi Partia
vlen edhe e di që të dorëzojnë më herët ata iniciativat e tyre për themelimin e komisionit të anketues. Nuk jemi në garë, domethënë të dy procedurat janë Besoj si keni pa deklaratat edhe paraqitjet atyre të opozitës. Unë nuk du të futem në ato deklarime, ato janë për konsum ditor dhe për përplasjet mes tyre. Unë kujdesem që procedurat në kuvend bëhen në bazë të kushtetutës, ligjit dhe rregullores dhe e bëj me shumë përkushtim dhe me precizitet dhe me disiplinë. Komisioni anketues tani do të jetë vetëm për rastin tragjik për Koçani apo edhe për Durrës Motursin edhe për të themi për rastin tragjik në Bullgari. Si është bërë? Ne kemi dy iniciativa tani legale. Edhe opozita, edhe shumica kanë propozuar komision anketues. Njëra ka të bëj me gjitha rastet, tjetra ka të bëj vetëm për rastin e Koçanit. Unë do mundohem në koordinimin që do ta kemi të radhës të hënën, të mundohem të bindemi, të merremi vesh që të ketë një komision anketues, se s'mund të ketë dy komision anketues për një çështje. Dhe nëse nuk mund të merremi vesh, pastaj do duhet të votohet, këto janë mënyrat, unë të dy procedurat do t'i propozoj në seancë plenare dhe do të kalojnë ashtu siç do të deklaron deputetët, nuk mund ta paragjykoj. Por ideja ime është që të kemi konsenzus dhe të mos ndahemi rreth këtyre temave, se janë tema të ndjeshme. I kam lutur në koordinim, koordinatorët, dhe po e bëj edhe tash, të mos bëjmë politikë me këto raste. Se kemi të bëjmë me raste të tragjike ku njerëzit kanë humbur, kanë jetë, edhe nuk duhet kemi të bëjmë politikë me këto raste. Ju lutem, domethënë, le të ketë komision anketues, le të ketë dhëna, të shohim kush çfarë ka bërë përgjegjësitë politike, le të ketë. Sa mund të dëmtojnë, se kemi për këto raste kemi edhe procese gjyqësore, sa kjo mund të dëmtojë, të themi në thojza, procedurën gjyqësore apo të vënë në hije, kështu me rast, cili është vlerësimi juaj? Se është pak problematike ndjeshme, pikërisht ka dy teza, njëra është se e pengon procesi, se mund të ketë dëshmitar të cilët në komision anketues mund të deklarojnë diçka që e rrezikon procesin, ose do duhet të kthejë para. Po hetueshmërinë e kështu me radhë, procesin e kështu me radhë. Por argumenti tjetër është politik, se në kuvend, në komisionin anketues sillen konkluzione, vendime dhe kërkohet përgjegjësi politike. Domethënë ne këtu jemi te fusha e përgjegjësisë politike, ndërsa në gjykat vazhdon procedura gjyqësore. Duhet jemi të kujdesshëm, pra deputetët, thirrja ime është që të kemi kujdes në dy elemente. E para, të mos ndikojmë në procesin gjyqësor, se dhe ajo është shumë e rëndësishme, mbi të gjitha na duhet drejtësia, dhe e dyta, të jemi të kujdesshëm në paraqitjet e tona publike, për shkak se ka të bëjmë me jetë njerëzish. Dhe këto janë dy çështjet për cilat i kam lut deputetët dhe i vazhdoj të lus, për shkak se bëhet fjalë edhe për jetat e njerëzve, por edhe për dinjitetin e deputetëve dhe të kuvendit. Zdrigashi, pak do dalim që të aspekti politik, a prisni zgjerim të shumicës parlamentare në kuvend, dhe nëse po, nga kush, nga sa deputet mund t'i bashkagjitën shumicës parlamentare, është aktuale, që tashmë disa muaj se do zgjerohet, por nga kush? Këto pyetje i kam shumë të lehta për t'i përgjigj, për shkak se nuk mbarën prej meje, as nuk janë në sferën time të punës. Po nu hatni të themi rrisitë, po iniciativat e tilla në kuvend. Pozita ime e kryetarit të kuvendit nuk më lejon që nuhatjen politike ta shndrojnë në deklarim publik. Ka sinjale të tilla? Kështu që nuk duhet paragjykoj, ato bisedime zhvillohen në nivele krejt tjera, ka kryetar, njerëz që merren me këto punë. Unë natyrisht se dua që të zgjerohet shumica, sa më shumë konsenzus aq më mirë. Për agjendën e kuvendit është më mirë. Pikërisht po. A i mbështeteni votat, supozojmë tani, a i afrohet aleanca e zgjedhjen Selës drejt shumicës parlamentare? Them këtë duke marrë parasysh se tani është shkëputur nga KI-ja, duke editur edhe deklaratën edhe kryeministrit Mickovski në lidhje me këtë ide, pra i mbështeteni votave të tyre, të themi, për agjendën e kuvendit? Besoni që unë merrem me procedurën edhe me urat e bashkëpunimit, ndërsa në dimenzionin politik të marrëveshjes nuk ndërhyj asnjëherë. Është punë tjetër kujt, kur kam qenë kryetar partie, e kam bërë atë punë, aq sa kam ditë me përkushtime e dije, aq sa kam ditë ndershmëri, tash mundohem që ta bëj detyrën që më është caktuar, detyrën e kryetarit të kuvendit, që të mundohem të jem sa më larg politikës ditore dhe të krijoj një neutralitet
në aspektin partijak. Mundohem që gjithë deputetët të më perceptojnë si kryetar i cili ju shërben të gjithë deputetëve njëjtë. Nëse nuk jam gabim, me 2 maksimum dhe për 2 javë do duhet koalicioni vlend të shndërrohet në një subjekt politik dhe të zgjedh një lider, apo? Dhe pyetja është çfarë mendimi keni në këtë pyetjet e fundit politike, zë Tregashi, kështu që janë aktuale, megjithëse emisionin e kemi të aktualitet. I kam leta për t'u përgjigjur, se nuk janë çështje që... Se janë 4 subjekte politike, veç më... Çfarë mendimi keni për këtë? Mendoj se tash mund t'ua jap një mendim personal nga perspektiva ime si politikan. Mund t'u jap mendim se mendoj që mesazhi politik që shqiptarët e dërguan në këto zgjedhje, edhe zgjedhjet e kaluar, është se duan forcë politike stabile, të qëndrueshme dhe të bashkuar. Dhe unë mendoj që në atë drejtim Vleni dhe liderët e Vlenit duhet ta lexojnë mesazhin e votuesve të tyre. Unë mendoj se shumë kruciale për një politikan është të ketë vesh të dëgjojë mesazhin e popullit. Dhe kjo është puna kryesore në politikë. Ose Kasami, ose Izet Megjiti do të jetë një lider, ashtu të paktën u deklaruan. Nuk është çështje, domethënë, as e imja të flas për këtë çështje, mendoj se ato janë parti politike të cilat ulen, bisedojnë, flasin për mënyrat se si. Unë fola për mesazhin politik si një politikan i cili si e sheh mesazhin të cilët e dërgon populli ndaj neve si një përbërje politike. Zot Tregashi, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë, nëse diçka keni për të shtuar e që ndoshta nuk ju kam pyetur, urdhroni, fjala është për ju. Ju përgëzoj për emisionin, mora vesh se pas një kohe, pas një pauze të gjatë, po riktheheni në ekranet televizive, ju uroj punë të mbar, i dëshiroj këtij televizionit shumë sukses. Ju thash edhe para emisionit se ky është një institucion shumë i rëndësishëm në vend, ne duhet gjithë mundohemi që ta funksionalizojmë, ta bëjmë sa më cilësor, ta ngrejmë nivelin e gazetarisë, performancës, shikueshmërisë të televizionit. Ne duhet të ndërtojmë sisteme të funksionimit cilësor e të mire, jo të bazohemi gjithmonë në zgjidhjet individuale apo njerëzore. Njerëzit që mendojnë për gjeneratat e ardhme ndërtojnë sisteme të mira, të funksionimit dhe institucione. Ndërsa ata që mendojnë për karrierat e tyre personale apo për një deri në zgjedhjet e ardhme, mendojnë për zgjidhje njerëzore, kadrovike të caktuara që do t'ju shërbej një elite, një partie, një individi kështu me radhë. Unë jam për të parën, jam të konceptit, të institucioni. Ky institucion është shumë i rëndësishëm për vendin dhe ne duhet bëjmë çmos që ta ngrejmë në nivelin më të lartë mundshëm. Zot Tregashi, shpresoj se të gjithë bashkërisht do ta arrijmë këtë synimin tonë. Mbështetjen time do ta keni, ju e dini se kuvendi është themelues i televizionit shtetëror, kështu që gjithmonë do ta keni mbështetjen e kuvendit që të ndërtoni një institucion sa më cilësor, sa më të mirë në shërbim të qytetarëve. Faleminderit shumë që ishin pjesë në një ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim intervistën e parë 1+1 në servisin publik. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim të premten e ardhshme, ndërsa ju qëndroni me servisin tuaj publik.